Kandidati për deputet i Lëvizjes Vetëvendosja Adnan Rustemi është në studio për diskutuar lidhur me detajet që aktgjykimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese i bëri publike dhe i bëri të qarta sa i përket mënyrës se si duhet votohet tani në kryetari i komunitetit serb në çështjen e konstruimit të kuvendit. Atëherë Adnan, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Atëherë Adnan, si e keni parë si vetëvendosje aktgjykimin e plotë të gjykatës kushtetuese që është publikuar dje dhe detajet cilat u dhanë për mënyrën se si e ka sqaruar se si duhet votohet në kryetari komunitetit serb. Po, edhe nga reagimi i mbrëmshëm që kemi bërë natyrisht si subjekt politik, por edhe që nga njoftimi që është vërteta si paralajmërim për aktgjykimin, është e qartë që gjykata kushtetuese po karakterizohet nga një lloj inkonsistence që është vërteta në raport me vetë aktgjykimet e saj për të njëjtën çështje. Pothuajse më pak se 4 muaj ne kemi disa vendime të gjykatës kushtetuese, të cilat ndryshojnë njëra nga tjetra për të njëjtin, le të themi, objekt ose për të njëjtin rast, ndërkohë që flet për një lloj zgjerimi në kuptimin e tejkalimit të vetë autorizimeve të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese është instanca e fundit e interpretimit përfundimtar të kushtetutës, por nuk është një nga pushtetet, as nuk e ka rolin e arbitrit politik, le të themi, në mes të pushteteve dhe nuk e ka autorizimet. Po mendoni që po tenton ta luajë këtë arbitër? Po thuajse, sidomos gjatë vitit kaluar, të gjitha aktgjykimet, kur bëhet fjalë për konstruimin e kuvendit, ne kemi pothuajse 5 aktgjykime nga gjykata kushtetuese dhe ato ndryshojnë njëra nga tjetra. Secili i radhës shpik rregulla të reja, kufizime të reja, kritere të reja, të cilat nuk janë thënë në aktgjykimin paraprak. Do të thonë, nga tejkalimi i autorizimeve duke marrë një lloj roli të plotësimit të kushtetutës, për çfarë nuk përmban kushtetuta, ose një lloj të shkruarit të kushtetutës në kuptimin e dispozitave të reja, deri tek ndryshimet e kritereve për sa i përket zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb. Do të thonë, në aktgjykimin e parafundit, gjykata kushtetuese kishte vendosur 3 kritere të përgjithshme për sa i përket konstruimit të kuvendit të zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb apo të nënkryetarëve nga komunitetet, ndërkohë që në aktgjykimin e fundit ne kemi 3 kritere shtesë për sa i përket kësaj çështje. Ndërkohë që në aktgjykimin e kaluar ne kishim atë kufizimin që në fakt nuk e përmban kushtetuta si shpikje e re kushtetuese që e njëjti kandidat nuk mund të propozohet më shumë se 3 herë, qoftë për kryetar të kuvendit, qoftë për nënkryetar. Ndërkohë në aktgjykimin e fundit thotë se ky kufizim nuk duhet të jetë pengesë për konstruimin e kuvendit, duke lejuar përsëritjen e vazhdueshme. Pse konsideroni që i është dhënë listës serbe një vegël e tillë dhe një standard i tillë tani në këtë moment nga gjykata kushtetuese? Po, do shta për të ofruar mundësit më të mëdha për listën serbe që ta ketë nënkryetarin për falsimin apo si? Raport me listën serbe gjithsesi është në interes të listës serbe, por në fundi gjykata kushtetuese edhe kur ka përballë raste të tilla dhe kërkesa të tilla, do të ekuilibroj principet dhe interesat. Nëse edhe natyrisht të principet dhe interesa nuk e kanë vlerën dhe peshën e njëjtë. Edhe duhet i shërbej krijimit të institucioneve dhe mbrojtjes së interesit shtetëror. Nëpërmjet këtij aktgjykimi, gjykata kushtetuese jo vetëm që nuk e ka ndihmuar konstruimin e kuvendit dhe krijimin e institucioneve, por ka vendosur pengesa shtesë që është e vërteta duke dhënë të drejtë të papasur me kushtetutë listës serbe, një drejtë ekskluzive për propozimin dhe zgjedhjen e nënkryetarit. Në njërin anë gjykata kushtetuese, siç ato dhe vetë kushtetuta në aktgjykimin e kaluar dhe të mëparshëm, flitet për 2 kritere të vetme për sa i përket zgjedhjes së nënkryetarëve. Duhet jetë nga deputetët e komunitetit përkas dhe duhet të sigurojë 61 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Këto dyja janë kriteret e vetme që i përmban kushtetuta për sa i përket deputetëve shumicë, edhe rregulloria e Kuvendit apo jo e thotë, kështu që jo, kushtetuta flet neni 67.4, nuk flet për fuqi politike, nuk flet për subjekt politik, nuk flet për procese të brendshme të brenda deputetëve të komunitetit përkas se kë mbështesjen dhe kë jo. Në 67 thotë që propozimi duhet vinë nga shumica e deputetëve të komunitetit serb. Rregulloria e kuvendit. Por ne përflasim për një çështje kushtetuese të vlerësimit dhe të gjykimit kushtetues dhe në 67 paragrafi 4 i kushtetues flet vetëm për 2 kritere, që deputeti duhet jetë i komunitetit përkas dhe natyrisht duhet të sigurojë 61 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në anën tjetër
tjetër rregullorja e parasheh si procedurë në kuptimin e propozimit, po kjo ka ndodhur. Çështja është se si të sigurohen gjashtën e deputet. Dhe në fund të fundit mandati i deputetit është i lirë, nuk e detyron dot, domethënë deputetin që të votojë personin specifik, personin e përveçëm të një subjekti të caktuar politik. Dhe natyrisht me këtë veprim gjykata kushtetuese përveç se ka vështirësuar dhe ka vendosur pengesa shtesë në kuadër të krimit të institucioneve, i ka dhënë një të drejtë që mund ta konsiderojmë si drejtë vetoja ekskluzive, më saktë, listës serbe, duke zhvlerësuar deputetët e tjerë të komunitetit përkatës, domethënë duke i bërë të padukshëm, të pavlefshëm, duke cënuar edhe banazin që të vërteta para ligjit dhe para kushtetues. Në anën tjetër, kjo inkoherencë e gjykatës kushtetuese, duke interpretuar në mënyra të ndryshme çështjen e njëjtë në një periudhë kaq të shkurtër, pa ndryshuar kuadrin kushtetues ose normativ, pa ndryshuar rrethona dhe pa pasur ndonjë zhvillim që do ta impononte një ndryshim edhe të jurisprudencës së gjykatës kushtetuese, e cënon edhe sigurinë juridike dhe parimin e parashikueshmërisë. Palët duhet të keni lloj sigurie në kuptimin e shtetit të së drejtës për veprimet e tyre dhe në garanci që nuk ndryshojnë standardet në një kohë kaq të shkurtër për të njëjtën çështje. Dhe prandaj po them që gjykata kushtetuese në një anë nuk ka konsistencë në vendimet e saj për të njëjtën çështje, në anën tjetër ka tejkaluar autorizimet e saj kushtetuese dhe në anë mbi gjitha po sillet si një lloj dege e pushtetit duke ekuilibruar pushtetet tjera që nuk e ka këtë mandat, natyrisht. Po, megjithatë ka një vendim tani, cili është qëndrimi i vendosjes pas këtij aktgjimi të gjykatës kushtetuese? Si do të veprojë vendosja dhe a do të parandaloni situatën e bllokimit nga ana e listës serbe tani vetë se po thua se ka vendosur një mekanizëm pengues, ja ka dhënë dua listës serbe me këtë aktgjykim? Po ne jemi në fazën e publikimit të aktgjykimit dhe të shprehjes qëndrime në raport me këtë aktgjykim. Unë nuk mendoj që duhet të kaloj kjo situatë si një lloj situatë normale, sepse po flasim dhe sepse në fundit për bën një lloj do të thonë tejkalimi i autorizimeve dhe cënimi i parimit të sigurisë juridike dhe të parashikueshmërisë cënon edhe vetë rendin ton kushtetues dhe edhe le të themi dinamikën demokratike në shtetin ton. Do të prandaj është shumë e rëndësishme të kemi diskutime edhe mbi përmbajtjen, edhe mbi vendimin përfundimtar. Sa janë dashme këto diskutime kur vetë tha që gjykata kushtetuese interpretuesi përfundimtar? Po, përveç nuk duhet të abuzohet me këtë autorizim. Domethënë se prandaj rrshqet tek abuzimi me të drejtën, me përgjegjësinë ose me autorizimin kushtetues për shkak se je le të themi instanca fundit. Domethënë nëse nuk kemi një mundësi tjetër për ta le të themi adresuar ose apeluar ose ankemuar një vendim të tillë, nuk duhet të shërbejë si një lloj mundësie që shfrytëzohet nga gjykata duke të kaluar autorizimet, duke marrë konotacion të abuzimit me vetë autorizimin kushtetues. Sepse në fundit gjykata kushtetuese po e tejkalon edhe vetë pakun e atisarit, për bindjen time në dy drejtime. Në rrafshin e brendshëm të vetë komunitetit, po e ngushton duke i dhënë të drejta ekskluzive një partie politike të vetme, siç është lista serbe. Shumica serbe përmendet aty, nuk përmendet partia politike, apo jo? Në kuptimin praktik, Nesër mund të jetë një parti tjetër, apo jo, serbe që përfaqëson numër më të madh serbe në Kosovë. Po çfarë do ndodhte hipotetikisht nëse do të kishim 5 me 5 deputetë, domethënë? Çfarë do ndodhte? Si do të ecej përpara? Se si do të artikulohej vullneti i tyre. Domethënë, prandaj edhe nëpërmjet shembujve hipotetik, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese demantohet si absurd në fund të fundit. Po megjithatë në këto rrethana një aktgjykim i tillë vlen aktualisht apo jo? Po aktgjykimi është. Pyetja është si do të veprojë vetëvendosja tani dhe çka ndodh në rast se a do t'i lejohet listës serbe që të shfrytëzojë 30 ditë për propozuar gjatë gjithë kohës deputetët të cilët nuk marrin votat e nevojshme. A keni parashikuar një situatë të tillë dhe çka ndodh tutje? Unë nuk e di se si do të zhvillohet seanca konstitutive, domethënë kur do të çajë të thirrët. Po besoj që varet për juve duke marrë parasysh që keni numrin të madh dhe synoni të formoni qeverinë, apo jo? Varet për të gjithëve aty, në fund të fundit 120 deputetë janë, unë nuk e parashikoj dot se si do të zhvillohet, por ajo çfarë mund të them për aktgjykimin dhe për çështjen natyrisht. Kushtetuta e Kosovës kërkon dy elemente për sa i përket numrit kryetarit nga komuniteti serb, të jetë deputet
i komunitetit përkatës që mbanë vendet e rezervuara dhe natyrisht të siguroj 61 vota. Dhe këto dy elemente i ka përmbushur deputeti Nenad Rashish. Apo i bje që vendosja do ta propozoj përsëri Nenad Rashishin tani? Po them se nuk e di se do të zhvillohet seanca. Po flasim për aktgjykimin. Është shumë rëndësi me diskutuar edhe për mbajtjen edhe rrëshqitjen e gjykatës kushtetuese. Për të më shumë, gradualisht në një pol të pushtetit që e kufizon demokracinë edhe vetë kuvendin e Kosovës. Sepse nuk është rasti parë, as rasti vetëm. Ne kemi parë veprimet e gjykatës kushtetuese, sidomos gjatë këtyre 10 muajve të fundit, që merr autorizimet të kuvendit, e plotson kushtetutën dhe për më tepër e plotson në një dimenzion negativ, të dëmshëm. Po e duhet të trajtoj që është e dëbuar, apo jo? Përse blokadat politike nuk janë sqaruar dhe nuk janë zhvilluar brenda kuvendit, po janë bartur të gjykata kushtetuese pastaj. Po për gjykata kushtetuese. Po të mos përfundonin këto në gjykata kushtetuese, nuk do të ishin çështje për to, apo jo? Nuk do të kishte vendimarrje. Po ne nuk e amniston, domethënë vetë fakti që do të bëhet. A mund kemi përsëri një blokadë juridike, e cila shkon përsëri në gjykatë kushtetuese dhe nuk ka zgjidhje politike. Jo, po nuk e di se si do të zhvillohen ngjarjet. Ajo çfarë mund të them, sepse keni shumicën në kuvend, apo jo? Synoni konsumimin e kuvendit. Kryetari ta ka juve, apo jo? Nuk mund ta di sot unë se si do të cilën secila palë, secili deputet në kuvendin e Kosovës. Por është më rëndësi me shpërfaq kontradiktat e vetë të aktgjykimit, kontradiktat e këtij aktgjykimi me aktgjykimin paraprak dhe aktgjykimet paraprake, të flasim për dëmët edhe politike që prodhon një vendim i tillë, edhe në raport me rendin kushtetues, në raport me demokracinë, po edhe në raport me drejtat e njerëzit, në raport me barazim para ligjit, në raport me deputetin serb në rastin konkret të deputetit Nenad Rashish, dhe me deputetet e komuniteteve tjera jo shumicë, siç kanë reaguar, domethënë brëm edhe vetë grupet parlamentare të deputetëve jo shumicë, jo serbe, domethënë. Prandaj domethënë ky vendim, përveç se te kalim të autorizimeve, ndryshim të rregullave dhe të standardeve që vetë ka vendosur gjykata kushtetuese, nuk i ndihmon as krimit të institucioneve, as konstituimit. Paçka se jep një drejtë ekskluzive listës serbe për ta determinuar konstruimin e kuvendit ose jo, krimin e institucioneve ose jo. Domethënë është për të ardhur keq që gjykata kushtetuese e përligj ose e formalizon një synim dhe një dëshirë të tillë të listës serbe për ta penguar Kosovën të përtesur përpara. Po, a do ta votoni si vendosje listën serbe, kandidati që vjen nga lista serbe si kryetari i komunitetit serb në rast se propozohet pas këtij aktgjykimi? A keni të shohur? A keni diskutuar? A vazhdon të jetë qëndrimi i njëjtë i lëvizjes vendosje për listën serbe? Ne për sa kohë përshpejmë qëndrimet në raport me aktgjykimin, natyrisht se kritika jonë është mbi përmbajtjen aktuale të aktgjykimit. Po, kjo përmbajtje dhe gjithsesi tregon rrugë para shumë si do të konsuohet kuvendi, apo jo? Ne kemi bindjen politike dhe natyrisht edhe juridike të qartë që çdo deputet i Kuvendit të Kosovës, në rastin konkret, deputeti Nenad Rashish është deputet i barabartë si çdo deputet tjetër, aq më tepër me deputetët që mbajnë vendet e rezervuara nga komuniteti serb dhe gëzon të drejtat dhe përgjegjësitë të njëjta sikur se deputetët tjerë. Aktgjykimi nuk po e thot kështu. Aktgjykimi po thotë që shumicës serbe i takon propozimi kandidatit, apo jo? Por aktgjykimi nuk e shpjegon dot çka nëse nuk votohet asnjëri prej tyre. Nuk i detyron deputetët që të votojnë personin konkret. Domthonë aty janë 120 deputet. Secili e ka vullnetin e tij të saj personal në raport me individin në fund të fundit. Dhe vota është vullneti i tij ose i saj. Mandati i lirë është i deputetit. Nuk e detyron askë që të votoj personin përkatës ose personin e përveçëm. Prandaj domethënë e ka cënuar edhe dinamikën demokratike brenda Kuvendit të Kosovës dhe megjithatë, aktgjykimi thotë se është përgjegjësi e shumicës që të sigurojnë përfaqësimin efektiv të komuniteteve që nuk janë shumicë institucione shoqërore gjithsesi në kryesinë e kuvendit. Pra, pak a shumë kërkon gatishmërinë edhe e partive tjera, deputetëve tjerë për të votuar në kryetarin e komunitetit. Përgjegjësi dhe kemi përmbush duke të votuar deputetin Nenad Rashish dhe duke mundësu konstruimin e kuvendit. Prandaj po them domethënë që balancimi i principeve shumë i rëndësishëm. Edhe veprimet tona në legjislaturën e kaluar kanë qenë duke respektuar kushtetutën, duke respektuar gjykimet, duke respektuar rregulloren, por duke synuar konstruimin e kuvendit. Aktgjykimi nuk po thotë, aktgjykimi thotë që e keni shkel kushtetutën me gjitha veprimet se si është votuar në Rashish. E kanë thënë, nuk personalisht nuk pajtohem, prandaj jam këtu edhe për të diskutuar për aktgjykimin. Është çështje tjetër për veprimet që do të rrjedhin pas kësaj situate. Ajo mbetet të shihet. Paraman nuk mund të, sepse ka një lloj çësje për të normalizuar
veprimet të tilla dhe sjelljet të tilla të një organizate siç është Lista serbe. Domethënë, prandaj dhe duket sikur vetëvendosja është organizata dhe subjekti vetëm politik që përballet me realitetin politik, duke thënë fjalën e saj, duke shprehë qëndrimin e qartë dhe duke afirmuar interesat e Kosovës dhe natyrisht duke shpërfaqur edhe sjelljen e Listës serbe dhe karakterin e vërtet. Po, dhe çka po bëjnë institucionet tjera, nuk po ndërveprojnë me ju apo thjesht ju nuk keni arritë të siguroni mekanizmat e duhur ligjor për të realizuar këto veprimet e juaja për cilat po synoni? Po këto janë edhe institucione formalisht pavarura, në kuptimin e asaj që ne nuk kemi as ndikim as rol mbi to. Domethënë, në anën tjetër kanë një lloj trashëgimie këto institucione, sepse këto institucione përbërja e tyre, natyrisht, domethënë, te kalon një mandat qeverisës, sikurse që te kalon edhe mandatin qeverisës të lëvizjes vendosje. Janë emëruar shumë kohë më parë, kanë pikpamje tjera dhe kjo po reflektohet edhe në Pra flasim për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese apo jo? Po dhe për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, sepse unë thash ka një lloj qasje të gjykatës kushtetuese që gradualisht hap pas hapi në çështje të ndryshme me ndërhyrje në atë që konsiderohet fushërimtari dhe politike Kuvendit Kosovës dhe natyrisht edhe autorizime edhe të qeverisë. Domethënë ne kemi ligje pafund ose projektligje të cilat janë mbajtur për kohë të gjatë në gjykatën kushtetuese, disa ende janë në procedurë. Për gjitha këto ju pajsoni vetëm gjykatën kushtetuese dhe jo mënyrën se si janë bërë këto ligje në kundërshtim me kushtetuesën apo si Adnan? Janë gjitha vendimet jo të mira këto gjykatës kushtetuese për lëvizjen vendosje apo si? Interpretimi kushtetues shpeshherë në nuanca se çfarë kohë dëshiron të ndjekësh. Po kujtoj para 3 javësh, po pak se 3 javë, u shfuqizuan, u anuluan mbi 12 projektligje, të cilat ishin votuar brenda një dite, apo jo pa t'i kaluar në për procedurat. Të cilën e parashë rregulloria, si shmangja e afatesh. Kushtetuta nuk flet për afate, kushtetuta nuk flet se sa herë për procedurën e shqyrtimit të projektligjeve në procedurë të kuvendit. Kushtetuta nuk flet se miratimet a miratohen në 2 lezime. Po thoni që si qeveri dhe si kuvend keni kaluar në procedurë të shpejtë, pa i respektuar procedurat, afate dhe po thoni që gjykata kushtetuese. Kemi respektu. Pse janë rikthyer këto? Pse janë rikthyer nga gjykata kushtetuese? Sepse ka konstatu që shmangja e afateve që parashihet me rregullore na shen ka në kundërshtim me kushtetutën. Janë 2 situata. Në rastin e listës serbe thirrën rregullore, në rastin e projektligjeve rregulloria është shumë e qartë, e autorizon kuvendin në shtaktim brendshëm, procedurën brendshme, kuvendi mund të kalojë afate krejtësisht të brendshme, që nuk janë afate kushtetuese, dhe të anulohen 13 projektligje, të cilat janë reforma të rëndësishme të kësaj qeverie ose kësaj mazhorance. Domethënë është një lloj përpjekje në bindjen tonë për të ndërhyrë në ecurinë e qeverisjes. Dhe këto vendime po e vonojnë dhe po pengojnë edhe zhvillimin dhe progresin. Tash është për të diskutuar natyrisht edhe në rrafshin profesional, pse një pozicionim i tillë i gjykatës kushtetuese dhe cilat janë mekanizmat për të... A nuk kozerohen të gjitha këto tani ndërhyrje në punën e gjyqtarëve dhe presion ndoshta nëse gjatë gjithë kohës merreni me vlerësimin e punës së gjyqtarëve të cilët e bëjnë pranë gjykatës kushtetuese? Jo, unë mund ta përjetoj të kundërtën, në kohën të kundërt. Domethënë nëse unë kam punuar si deputet dhe kam miratuar 12 projektligje, të cilat janë të rëndësishme në fusha të ndryshme, si byroja për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pasifikueshme, sigurimet shëndetësore, projektligji për çmime tavan e shumë projektligje tjera, dhe në fund me një arsyetim krejtësisht procedural që nuk parashihet me kushtetut, po me rregullore të kuvendit, edhe cili është në përputhje me rregulloren e kuvendit, të shfuqizohen me një akt të vetëm, domethënë kush kujt po ja cenon angazhimin. Domethënë dhe kjo duhet të diskutohet. Po marr shembull projektligji për byron për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pasifikueshme është miratuar për herë të parë në 2 lexime në vitin 2023. Është mbajtur mbi 1 vit në gjykatën kushtetuese për të kthyer për të plotësuar 4 paragraf. Janë plotësuar këto 4 paragraf. Deputetët praktikisht kanë pasur më shumë se 4 vjet për sirtarët e tyre, nuk kanë bërë asnjë amandament të deputetët e opozitës dhe në fund të shfuqizohet se janë tek kuvendi i ka shkurtuar afatet. Po natyrisht i ka shkurtuar afatet. Ka qenë seanca fundit e legjislaturës së të cilën e keni shfryzuar për t'i kaluar ligjet vetëm sa për ta, apo jo? Sepse ashtu është paktën është parë nga publiku. Do të thënë, procesi edhe procedura e ligjbërjes nuk
ajo veç shihet të formalizohet në lexim të dytë në seancën të fundit. Donë ata prekligjet kanë qenë në procedurat të brendshme në kuvend, janë trajtuar nga deputetët, ka pasur grupe punuese dhe natyrisht që me rregullore parashihet, lejohet shmangja e fatëve. Është krejtësisht e brendshme, nuk është çështje kushtetuese. Dhe sot kemi një vendim të gjykatës kushtetuese që gjithë angazhimin e deputetëve për vite të tëra dhe në fund të fundit pritjet e qytetarëve për fusha të ndryshme të anulohen dhe të shfuqizohen me një vendim. Po, megjithatë, sa i përket këtij aktgjykimi tani, a dihet paktën Adnan çka mund ndodh pas 30 ditësh në rast se asnjë kandidat i listës serbe nuk merr votat e mjaftueshme për nënkryetar. A ka parë në këtë aktgjykim lëvizja vendosje ndonjë opsion ku mund ta shfrytëzoj këtë mekanizmin debllokues ose si e keni parë mënyrën se si e sqaron aktgjykimi çështjen e mekanizmit debllokues? Po fatkeqësisht aktgjykimi e gjykatës kushtetuese ja ka forcuar këtë pretendim listës serbe si një drejtë ekskluzive. Domethënë, dhe i ka dhënë hapësirë, do të them, për të manovruar në funksion të pengimit të konstruimit të kuvendit. Domethënë, për fat keq, po përsëris është dëshire Beogradit, zyrtar dhe listës serbe që Kosova mos ketë institucione. Ne do të vazhdojmë natyrisht angazhimin ton edhe për të penguar çfarë do ndikimi të listës serbe kudo, siç kemi bërë edhe siç po bëjmë, dhe ky angazhim nuk do të pushoj. Ky angazhim nuk është kundër serbëve që jetojnë në Kosovë. Përkundrazi, ne në fakt angazhohemi për një sferë të mirëfillt, demokratike dhe politike. Pra po paralajmëroni votë kundër listës serbe, kundër nënkretarit listë, çdo emri që vjen nga lista serbe apo jo? Unë nuk po paralajmëroj asgjë, po them atë çfarë kemi bërë dhe kemi thënë në vazhdimsi dhe po natyrisht dekonstruktoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe pasojat që i ka prodhuar dhe do t'i prodhojë ky aktgjykim. Për fat keq, nuk i ka shërbyer dhe nuk i shërben konstituimit të kuvendit dhe krijimit të institucioneve. Pa shka se është te kalimi autorizimeve, pa shka se është te kalimi përmbajtjes së vet kushtetutës, pa shka se është në kundërshtim edhe me standardet të ndryshme ndërkombëtare për sa i përket vendeve të rezervuara, si një mekanizëm i përkohshëm i integrimit të pakicave dhe si që thonë edhe standardet e ndryshme ndërkombëtare, një kombinim i vendeve të rezervuara me të drejta të tilla ekskluzive e cenojnë parimin e demokratik të qeverisjes dhe e kufizojnë vetë shumicën. Domethënë, në një anë të shihen si mekanizma të përkohshëm, ndërkohë që gjykata kushtetuese çfarë po bën është në fakt të duke tejkaluar atë që thashë edhe vetë Pakon Ahtisarit, është duke po i betonizon në një kuptim më negativ si obstruksione potenciale të listës serbe sot e kur do në raport me institucionet e Kosovës. Dhe po flasim për një organizat që nuk e njeh shtetin e Kosovës, që operon si një mekanizëm i Serbisë kundër institucioneve dhe kundër shtetit të Kosovës. Prandaj thash që ka një lloj çësje për fat keq si përfaqësore, krejtësisht formaliste, jo vetëm të gjykatës kushtetuese, por edhe të disa institucioneve tjera, sidomos të sistemit të drejtësisë në raport me listën serbe. Refuzojnë të thellohen në të vërtetën e saj, në synimet e saj, në veprimet e saj, në mjetet që ka përdorur, në rolin obstruksionist që ka në raport me shtetin e Kosovës dhe me institucionet e Kosovës. Dhe ky aktgjykim vetëm se ai i jep një orë më shumë fatkeqësisht listës serbe. Domethënë, për të penguar në rastin konkret konstruimin e institucionit më të lartë. Dhe ju si vendosje ende nuk e keni një opsion si do ta parandaloni që lista serbe mos ta bllokojë formimin e institucioneve, konstruimin e kuvendit? Po them, nuk mund të parashos se si zhvillohet seanca. Mbase gjatë zhvillimit të seancës konstitutive mund të ketë situata të tilla që e mundsojnë konstruimin e kuvendit. Por ama, unë po flas në raport me aktgjykimin, duke kujtuar dhe duke parë se në për çfarë kemi kalu vitin e kaluar, sa për këtë kësaj çështje, por mbi të gjitha për të folur natyrisht edhe për pasojat që po i prodhon e do t'i prodhojë një aktgjykim i tillë, një interpretim i gabueshëm për bindjen tonë që i një të drejte të komunitetit që e kufizon si një të drejtë ekskluzive të një subjekti politik.
Po, dhe a keni parë në këtë akt gjykim që ka ndonjë dispozite cila e jep mundësinë e shortit ose që Konsillimit Kuvendit bëhet pa një nënkryetar të votuar, e jep ky akt gjykim ndonjë mundësi të tilla apo do të vazhdojmë të jemi të bllokuar nëse në rast se asnjë kandidat i listës serbe nuk merr votat e mjaftueshme? Po ky akt gjykim ndryshon në raport me akt gjykimin e kaluar në disa aspekte. Domethënë përveç se i vendos kritere shtesë, duhet jetë nënkryetari i propozuar nga shumica apo pjesa më e madhe deputetëve të komitetit përkas dhe duhet në mirëbesim, siç thuhet, shumica të mundsoj zgjedhjen e ndonjërit prej tyre për të konsideruar kuvendin të konstituuar dhe për kaluar në faza tjera. Thekson që shorti mund të përdoret vetëm në rastet kur refuzohet që të propozohet ndonjëri prej tyre. Në anën tjetër, akt gjykimi paraprak i kishte dhënë më shumë hapësirë këtyre dinamikave në Kuvend Kosovës, sepse kishte vendosur fokusin më shumë tek rezultati final, që është konstituimi i kuvendit, dhe që e ka parapar mundësinë e konstituimit kuvendit edhe me minus të themi 1 ose 2 nënkryetarë të kuvendit, nëse ka le të themi veprime destruktive në funksion të pengimit të konstituimit kuvendit, po aty ka vendosur edhe kriteret edhe rrethonat se... Dhe konsideroni që votimi në nënkryetarëve të komuniteteve do duhet të rikthehej në paka apo do duhet vazhdojë të kështu në mënyrën e ndarë si ndodhi herën e fundit? Nuk e di sepse kjo është tashmë i përket në mas të madhe edhe kryesisë sovjetër të Kuvendit Kosovës, që përgadit seancën konstituive dhe që përcakton rendin e ditës dhe modalitetet e zhvillimit të seancës konstituive. Në anën tjetër, gjykata kushtetuese në gjykimin e kaluar ka folur për sa i përket përgjegjësisë së deputetëve edhe mundësisë dhe mënyrës së votimit, por të njëjtën kohë dhe modaliteteve në kuptimin e votimit në pako apo të ndarë. Por për këtë nuk mund të flas sepse nuk e di se kryetari aktual i kuvendit bashkë me kryesinë se si e koncepton ose si do ta konceptojë seancën konstituive, por që e vërteta është që fatkeqësisht akt gjykimi aktual, përveç që prodhon këtë dëmin e përgjithshëm, e prodhon edhe të pasojat sa i përket procesit të konstituimit kuvendit, të dalur nga zgjedhjet e 20 dhjetorit, në rrethona natyrisht siç e dim të gjithë, të një periudhe të shkurtër në kuptimin e asaj edhe të veprimeve që e presin kuvendin. Po, apo rrezikojmë mos kemi institucione qeveri dhe pastaj çështja e presidentit marr parasysh që ka afate të jetë ngushta, pra një muaj ka mbetur nga çështja e votimit presidentit në kohën kur vetë se përfundon mandati Osmanit. Apo shihni në rrezik që mund të shkojmë deri aty dhe për shkak të mos konstituimit, mos shkojmë në zgjedhje tërësisht për shkak të zgjedhjes së presidentit pastaj. Po tashmë ne kemi më pak se 30 ditë do të thaja unë për zgjedhjen e presidentit. Edhe për certifikimin e rezultateve, edhe për konstituimin e kuvendit, edhe për qeverinë e re, edhe për miratimin e buxhetit, sepse gjithmonë do ta kujtojmë edhe këtë fakt që nga një marsi nuk mund të kemi shpenzime dhe pagesa në rast se nuk miratohet buxheti i shtetit dhe deri tek zgjedhja e presidentit apo rizgjedhja presidentes. Nuk kemi pak se 30 ditë në dispozicion për gjitha këto veprime. Natyrisht, ne do të veprojmë me përgjegjësi të plot maksimale për të përmbush, domethënë, vullnetin e qytetarëve, pritjet e qytetarëve, duke garantuar natyrisht duke mbrojtur interesat e shtetit të Kosovës, duke dhënë Kosovës institucione legjitime, të ligjshme dhe efikase gjithsesi. Por ai që mbetet të shihet që nuk e parashot dot domosdoshmë seancën konstituive se si do të zhvillohet. Por fatkeqësisht nuk e parashikon as seancën konstituive, pra do të ketë pashafsi shumë edhe pasaj për çështje tjera. Po sepse akt gjykimi fatkeqësisht domethënë nuk që ka kontribuar procesit të krijimit të institucioneve. E ka betonizuar një pretendim si e drejtë ekskluzive sipas gjykatës konstitucione për listën serbe, duke abstrahuar interesat tjera, si që është të drejta do të thonë të deputetëve tjerë, të komiteteve tjera dhe pritjes dhe interesit të qytetarëve për të pasur institucione legjitime që natyrisht zbatojnë ato autorizime të cilat edhe i kanë me kushtetutë për cilat kanë votuar populli i Kosovës me 28 dhjetor. Domethënë nuk ka një lloj balanci do të thonë në mes të këtyre principeve. E ka trajtuar fatkeqësisht kërkesën e listës serbe si të izoluar dhe si qëllim në vetvete, pa shkase jashtë autorizimeve, pa shkase në kundërshtim në bindjen tonë me kushtetutën dhe me standardet më të mira ndërkombëtare, por mbi të gjitha edhe në kuptimin e dobishmërisë nuk i ka kontribuar
sistemi tonë politik dhe sistemi tonë juridik. Po, megjithatë ai duhet zbatohet tani apo jo? Kështu që do duhet ndoshta të gjende një zgjidhje për situatën aktuale me këtë aktgjykim. Po ne kemi, po thash, në këta 4-5 muaj ne kemi disa aktgjykime pak a shumë për të njëjtën çështje. Dhe që varet prej pikpamjes. Ne kemi zbatuar të aktgjykimin e kaluar. Ne kemi zbatuar aktgjykimin paraprak. Por duke sigur ka mos pajtimi mbi aty se si e shohim zbatimin e aktgjykimit, domethënë për shkak të paqartësisë dhe inkoherencës së vetë gjykatës kushtetuese. Domethënë një herë thu që kushtetuta nuk parasheh kufizim të propozimit të kandidatëve. Nxjerr aktgjykimin dhe thu se deri në 3 herë mund të propozohet i njëjti kandidat qoftë për kryetar kuvendi dhe qoftë për nënkryetar. Nxjerr aktgjykimin tjetër thu që ky princip vlen edhe për nënkryetar sikurse për kryetar. Pastaj nxjerr aktgjykimin dhe thu që jo nuk po vlej ka për nënkryetar në instancë të fundit. Mund të propozohen të njëjtit disa herë pa kufizim brenda 30 ditëve në funksion të konsiderimit të kuvendit. Pa atëherë, vlen apo nuk vlen? Në një anë vendos afatin 30 ditor për konsiderimin e kuvendit, si interpretim të një dispozite kushtetuese që ka kuptim tjetër, që është e vërteta, dhe pastaj nuk vendos as mas e as konsekuencë, çka nëse nuk konstituohet brenda 30 ditëve. Aktualisht, apo i bie atë që nuk e keni qartë në rast se brenda 30 ditëve nuk konsultohet kuvendi, edhe me nënkretarin sep, çka do të ndodh pastaj? Mbetet ende pa çfarë për shkak të mos përgjigje nga ana e gjykatës kushtetuese për këtë çështje apo çfarë? Mund të kemi dallime mbi atë se çfarë konsiderojmë dhe konstituojmë dhe çfarë konsiderojmë. Çfarë konsideroni ju si vendosje? Marr parasysh numrin më të madh të votave. Ne kemi qëndrimin e njëjtë, domethënë ne besojmë shumë. Çfarë konsideroni që është i konsultuar kuvendi? Kur konsideroni? Ne besojmë në atë çfarë kemi bërë në legislaturën e kaluar me zgjedhjen e nënkretarit, në rastin konkret nga komuniteti serb, të një deputeti që mban vend të rezervuar nga komuniteti përkatës. Por që nuk mbështetet nga shumica serbe, apo jo? Po, sepse kushtetuta nuk e kërkon një gjë të tillë. Deputetët janë deputetë, secili prej tyre mund ta ketë të drejtën e barabartë për të propozuar apo vetë propozuar. Po ka një aktgjykim tani që thotë që i takon shumicës serbe, apo jo? Po, por ka pasur edhe herën e kaluar një aktgjykim që ka interpretuar ndryshe nga çfarë po interpreton aktualisht, domethënë. Unë po them, varet prej dinamikës në seancë konstitutive dhe varet nga sjellja e secilit deputet aty. Por qëndrimi ynë është i qartë. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese te kalon autorizimet, është jo konsistent në raport me vetë aktgjykimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese, vendos kritere të reja jashtë përgjegjësisë së gjykatës kushtetuese në kuptimin e kritereve të përfaqësimit, sillet si një pol i veçantë i pushtetit në kuadër të pushteteve të ndara në sistemin tonë politik dhe juridik, nuk i shërben interesit të përgjithshëm që është për të mundësuar konsiderimin të kuvendit dhe krim të institucioneve qendrore sa më parë në raport edhe në si rezultat ose si reflektim i vullnetit të qytetarëve të mbajtur të shprehur në zgjedhjen e 20 dhjetorit dhe që te kalon vetë pakon atisarit duke e ngushtuar në planin e brendshëm, duke cënuar vetë personat e komunitetit përkas, por fatkeqësisht duke e zgjeruar në planin e jashtëm. Domethënë, sot sepse pako atisarit ka folur për komunitete, për drejtat të komuniteteve, nuk ka folur për drejtat të grupeve politike brenda këtyre komuniteteve. Domethënë, dhe ky është ngushtim në planin e brendshëm, sepse deputeti Nenad Rashish në bazë të këtij aktgjykimi nuk e ka as vlerën, as peshin e njëjtë me deputetin e lisës serbe, dhe kjo është absurde. Në anën tjetër, betonizon një të drejtë ekskluzive sipas gjykatës kushtetuese që nënkryetar duhet të jetë o deputeti nga lisa serbe o nuk kemi kuvend. A e kupton? O duhet të jetë nënkryetari 5 nga lisa serbe, o nuk kemi kuvend. Që në këtë rast është lisa serbe. Po, në këtë rast është lisa serbe. Unë thash, çka nëse hipotetikisht do të kishim 5 me 5. Por nuk ka një situatë të tillë, apo jo? Aktualisht nuk ka dhe duket që është larg një situatë të tillë, sepse ka kohë që aktgjykimi mund të përfiturohet në rrethona të tilla. Çka po të kishim 5 deputet lisa serbe dhe 5 deputet partia Nenad Rashishit, kuj do t'i takonte? Po, mirë, Adam, pasi që jemi krejt në fund, edhe një pyetje kam sa i përket çështjes së presidentit. Pse ende nuk e ka sqaruar lëvizja vendosje nëse mbështet edhe për një mandat presidentin Osmani, e cila deri më tani është deklaruar zyrtarisht se synon një mandat të presidentit. Çka po ndodh? Se edhe sot është pyetur dhe apo synon një marrëveshje me partitë politike për ta zgjidhur këtë çështje e presidentit. Ne besoj që ka diskutimi edhe në raport me aktgjykimin dhe me konsideриmin e kuvendit është godër të këtij diskutimi të përgjithshëm brenda këtyre 30 ditëve për të dhënë
Kosovës institucione. Ende nuk kemi të certifikuar rezultatin, duhet të shkojmë hap pas hapi, dhe me veprime dhe ne do të cilë... Këtë tregon që vetëndosjes nuk po ngutë shumë për çështjen e presidentit, nuk ka nguti, apo jo? Nguti ka për secilin për këtyre veprimeve, por që në rrafshin institucional, për sa kohë nuk kemi kuvend, nuk mund të ndërmerret asgjë, domethënë, aq më tepër që nuk i kemi ende rezultatin e certifikuar. Duhet të certifikohet rezultati, duhet të konstituohet kuvendi, dhe sa më parë të kemi qeverinë, do të miratojmë buxhetin për këtë vit, duhet natyrisht të ratifikojmë edhe planin e rritjes mbi 880 milion euro, që është një lloj, do të them unë, testi i gatishmërisë për bashkëpunim pozit-opozit, dhe natyrisht duhet të fillojmë Presni bashkëpunimin e opozitës për marrëveshjet dhe planin e rritjes? Është domosdoshme. Ne nuk kemi 80 vota. Për ratifikimin e planit të rritjes kërkon 80 vota së paku. Ne nuk i kemi 80 vota. 80 vota duhen gjithashtu dhe për çështjen e presidentit. Po, 80 vota pasaj kërkon edhe për zgjedhjen e presidentit apo rizgjedhjen e presidentes. Aktualisht ka vetëndosja, 80 vota. Nuk i ka, ne kemi thënë edhe më parë dhe kjo është gjë faktike. Ne kemi 57 deputet bashkë me partnerët, domethënë varësisht se si do të zhvillohet dhe diskutimi me ta në raport me krimin. Apo më përpjeket për të siguruar këto vota, sepse pastaj vendi shkon në zgjedhje, apo jo, dhe shqiptarët po besojnë që nuk janë më të interesuar të shkojnë përsëri në zgjedhje. Padyshim ne jemi të përkushtuar për t'i dhënë Kosovës institucione në përputhje me rezultatin e zgjedhjeve. Por po e them që duhet të ecim hap pas hapi dhe duhet padyshim pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve dhe deri në momentin e certifikimit të vendosja nuk ka rol. Madje dhe thirrja e seancës konstitutive është jashtë nesh. Po, megjithatë certifikimi pritet në javën tjetër, apo jo, shumë shpejt pritet. Po, besoj që shumë shpejt mund të kemi në fund të kësaj jave, në fillim të javës së ardhshme, besoj që është ofruar dita e certifikimit, por që kemi këtu ditë në dispozicion deri në javën e parë të marsit për të konstituuar kuvendin, për të zgjedhur qeverinë e re, për të miratuar buxhetin, për të ratifikuar planin e rritjes dhe për të zgjedhur presidentin apo presidentin e Republikës. Domethënë këto janë veprime që nuk i ikim dot, domethënë, dhe nuk kemi as dërmend të as të tingëllojmë si nuk kemi vëmendjen. Përkundrazi, natyrisht që kemi vëmendjen, por janë hapa të cilët duhet të ndiqen në përputhje me përgjegjësi që kemi edhe politike, edhe kushtetuese, edhe ligjore. Mbetet dëshirë, natyrisht duhet të hapet diskutimi, sepse A keni vonë hapjen e diskutimit? Janë edhe 30 ditë zoja presidentit, apo jo? Kërkohet marrëveshje? Po flasim për hapjen e fundit të këtij 30 ditëshi. Po sepse ky hapi i fundit na dërgon në zgjedhje, apo jo? Këto të tjerat vetë janë të kryera, sepse numrat për qeveri keni, apo jo? Ama duhet i përmbushim hapat paraprak. Domethënë nuk ka asgjë le themi të paqartë për ne. Duhet të konstituojë kuvendit. Publiku e ka të paqartë, qytetarët e kanë të paqartë, apo jo? Qytetarët po presin konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e qeverisë së re për cilën kanë votuar, dhe pastaj qeveria të miratoj buxhetin, dhe pastaj ratifikohet plani i rritjes dhe të vazhdojmë me fazën tjetër që është në këtë kronologji të ngjarjeve është e fundit, edhe në kuptimin kohor të fjalës. Për nga rëndësia mund të jetë më rëndësishme se ndonjëra prej tyre, por që nuk lëvizin dot. Nuk kalohet prej presidentit para zgjedhjes së qeverisë ose para miratimit të buxhetit. Prandaj domethënë në ditëve të ardhshme që po e themi janë më pak se 30 ditë ose më saktë 30 ditë në dispozicion për gjitha këto veprime. Do të jemi efikas gjithsesi, do të jemi në nivel të përgjegjësisë institucionale, politike, kushtetuese, interesit të shtetit, interesit të qytetarëve, pa asnjë dyshim. Disa varen nga ne, disa nuk varen vetëm nga ne, prej këtyre që thash, dhe do të shohim edhe pozicionin e palëve tjera. Do të shohim edhe gatishmërinë e opozitës për të bashkëpunuar ose jo. Do të shohim ose jo atë që kam thënë edhe një nga emisionet juaja, ndryshim kursit opozitës në raport me vitin e kaluar. Do të ketë një lloj reflektimi të vetë partive opozitare mbi atë apo nga ajo çfarë kanë bërë gjatë vitit të kaluar në raport me pengesat që kanë vënë. Kjo po besoj e bën edhe ndryshimin në mënyrën se si qasët vetëndosja, apo jo, këtyre partive. Do të kërkojë një marrëveshje me ta apo thjesht do të shohën sa të do të votojnë, do të çojnë. Qasja është rëndësishme, por kur pala tjetër e ka të betonizuar qëndrimin asnjë qasje se ndryshon dot. E kemi parë vitin e kaluar. Megjithatë kemi rezultate tjera, konsideroni që nuk mund të ketë qasje gjithë pasur rezultateve. Nuk kemi në rrethana të njëjta, pajtohem me ju, por ama nga ajo çfarë kemi parë është përkundër qasjes sonë, gatishmërisë për bashkëpunuar, ofrimit të opsioneve, ne kemi pasur një refuzim në blok gjatë 12 muajve të shkuar.
ura ishë mos përsëritet ai vit, asnjëherë, dhe që partitë politike të kuptojnë një gjë, domethënë kjo është shumë rëndësi, që vullnetin e qytetarëve ta respektojnë dhe të operojnë politikisht mbi përputhje me të. Domethënë, sepse kjo tendenca që kemi parë vitin e kaluar për ta lënë në opozit subjektin bindshëm fitues të zgjedhjeve, duhet të mos ketë vend as në diskursin publik. Nuk duhet t'i shkoj mendja dikujt që një subjekt politik me 48 deputet mund t'a lënë në opozit një grup partish politike që trijat bashkë nuk bëjnë sa ajo. Se kjo e cënon shumë legitimitetin demokratik të qeverisjes. Qeveria nuk është vetë çështje numrash në kuvend. Është çështje vullnetësh të shprehura në kutinë e votimit në ditën e zgjedhjeve. Prandaj domethënë për bindjen time ne kemi parë këtë gjatë vitit kaluar një lloj tendence për ta me lehtësi për ta neglizhuar dhe për ta shmangur dhe për ta lënë në opozit një vullnet kolektiv me mbi 42%, siç kemi parë në zgjedhjet e nënshkurtit të vitit kaluar. Prandaj domethënë qytetarët u shprehen siç u shprehen në zgjedhjet e fundit të 28 dhjetorit. Do të marr fund kjo çësia që mund të deformohet prirja publike për orientimin e vendit, për orientimin e qeverisjes, për mënyrën e qeverisjes, jashta vullnetit të qytetarëve. E kuptoj në aspektin formal dhe ligjor mund të duket e lehtëshme që kush i bën numrat në kuvend e bën qeverinë. Por ama duhet ta kthejmë kokën pas dhe shohim se sa qytetarë kanë votuar për NN partinë, për partinë tjetër të përveçme, për partinë tjetër të përveçme, për kandidatin... Megjithatë tani ka numra tjerë, kështu nuk po besoj që tani friksoni këto tentativa për qeveri tjera. Natyrisht, për qeveri nuk e kemi qartë që nuk do të kemi pengesa dhe për kryetarin e kuvendit, por që presidentin nuk i kemi votat e mjaftueshme, nuk i kemi votat e mjaftueshme, këtë kemi të qartë. Do në kërkohen së paku 80 vota që marrin pjesë në proces, edhe raundin e tretë mund të zgjedhet edhe me gjatë një vota, por që proceduralisht, dhe për shkak të një gjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2010, kërkohen edhe në raundin e tretë pjesëmarrje prej së paku 80 deputetësh. Dhe ne nuk kemi 80 deputet për të marrë pjesë. Është çështje interpretueshme edhe diskutueshme se deputeti duhet të marrë pjesë në votim. Madje vetë gjykata kushtetuese në këto gjykimet kontradiktore, inkoherente të këtij viti që lëm pas, e ka përsërit vazhdimisht që deputetët duhet të qëndrojnë në sallë, duhet të votojnë për, kundër apo abstenim për një propozim të caktuar, por nuk mund të lirohen nga përgjegjësia e pjesëmarrjes në votim. Paçka se në rastin e listës serbe, praktikisht thonë që duhet edhe të votoni për listën serbe. Atëherë Adnan, faleminderit shumë që ishte. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Dhe me këtë intervistë ne e përmbyllim këtë edicion, këto kanë qenë gjitha informacionet që kishim përgatitur për këto 60 minuta, ndërsa ju vazhdoni që ndroni me programet tona. Natën e mirë.